Total. Mujnë me dalë, ndështë edhe për 30 vjetë, mujnë me dalë dikon 10-15.000 euro që janë. 15.000 euro të kanë bërgjë njerë. Ma shumë se kanë, këtë lokale, edhe për çdo ditë isha, edhe rrinë lokal tyne, se u lypi me vjetë, kër i pa pyqe me një bërgjë bre kemi, po, ju, pse pritni mi u lypi parat, kër këni ditë mi marë, dini edhe mi këthy, obligim. Se ato janë haram, me ato së në hesni, së në përparani. Përshëndetje. Përshëndetje. Ndërun si je? Mirë, jo seni. Mirë falenderit. Jemi pra emisionin 05, këtë e di që e dim pa dyshim. Ndërun, tema që kemi sot është për borxhlinjet. Po, saj për këtë... Po na tregon, apo na flet pak më gjërësisht? Po, ja vlen këtë temë gjithherë që jetë në diskutim, edhe me trajtu. Ndështë me kesharje, ndështë dikuj nuk i pëlqe fare, por parat që po i marrin njerëzit, pse ata po i marrin, ose po ikin borgjit, ose ata po përgjigjen që t'i jap një muj, 2, 3 vjet, 4 vjet, ku t'ja lëpshës si ko marrë me dhun, po ja që une nuk du me t'i kthy parat, s'ti kom vjet, pse mi ke dhun, edhe në ne kafegjit që marrin para, ose komërgjit, nëse ja e pa të para, i ke humbër njëherë për gjithmonë. Edhe këtu mos t'i merr askush parat, sepse mund i huj është, po du të përgjigjen, sepse gjithmonë kena dhonë, edhe ne kanë kthy. Po në që se brenda 3 mujorit nuk i ki parat, të pak të na prajo, kërkoj palje, shtojmë edhe 3 muj, të jep edhe 9 muj, edhe 1 vjet. Mirë po aj, ndërgjegja ti nuk ka moral, dhe ik borgjit, gjithherë. Shumë mirë që kemi hyjtë kjo temë. Ty personalisht, ke shoqëri që të kanë marrë bërgjë? Po, në Parizaj, po. Po, më kanë shumë, për mi 10 persona. 10 persona? 300, dikush 200, dikush 500, disa dhe më kanë vdek, bili, edhe... Ka vdek bërgjënia? Po, ka vdek. Atë mja fola ti bërgjë, mja bo halal? Normal, duhet me pajtu, sepse je liru nga i bërgjë. Bile skimet që i merë, po shka t'ju pash njerëzë që ti... Skimet që i merë? Ja, skimet, edhe ka përfundua e top. Mi, po shka t'ju pash njerëzë që ti pjalyp 1 muj, 2, 6, 7, edhe aj as që e merë parasysh atë bërgjë, thot një mërë burë, pse mi dha, mas ti mëra me dhunë, mas ti mëra me forës. Ta da i mërë polici, thënë pse e ke dhunë, atë ka thuj shpinë ju, atë ka marrë me forës ju. Atëherë mos në lajmëra këtu farë. Po total bërgjë, sot a kanë? Total. Mujnë me dalë, ndështë edhe për 30 vjetë, mujnë me dalë dikon 10-15.000 euro që janë. 15.000 euro të kanë bërgjë njerë? Ma shumë se kanë, këtë lokale, edhe për çdo ditë isha, edhe rrinë lokal tyne, se u lypi me vjetë, kër i pa pyqe me një bërgjë bre kemi, po, ju, pse pritni mi u lypi parat, kër këni ditë mi marë, dini edhe mi kthy, obligim. Se ato janë haram, me ato së në hesni, së në përparani. Po ty atë kanë ndodhë ndonjëherë me marrë bërgjë prej dikë? As njëherë njët. Kur njët edhe njerës ka pos, rast që më ka thona, po të para. Jo, këmë thonë, së du më ngarku me bërgjë. Sepse bërgjë nuk qënë për para, si edhe probleme. Ska ditë mira, vivo? Ja, edhe spritet mirë, edhe t'ja marrë ati tjetër, t'ja për ty, prap bërgjë. Ja marrë ti tjetër, ja pa ti, prap bërgjë. Bërgjë me bërgjë, as njëherë nuk zbatuat, njët. A ke një këshill për ata që marrin bërgjë? Unë e di që ki shuk. Po. Rren me ta? Po, rri me ta, për çdo ditë në kaltyne, bili e dhua para. Në kaltyne? Në kaltyne, edhe më ka bërgjë, unë e lo prap para, ati. Është fjala për ndonjë kafeteri? Po, kafeteri është fjala edhe, kum pas para, kum thonë, pse të më rri? Se më ke tregu? Po, para të këtë. Ma mi t'jap ki shokit tem me qarkulla. Dhe më thonë me levis paran. Sa të rrinë këtë, sa të para rrinë, humë. Parja, kështu ebja ndihmeja një që në të esë në biznes. Me një, po jo, kanë dalë tratarë, shumë të besë. Do ata biznesmena shumë suksesshëm? Po. Edhe borgjët të ti? Normal, borgjët të Dhe në fët? edhe me parat e minja qarkulluajnë, edhe shumë herë më ka mënë vrejti më s'ta di kërkush. Do më edhe me morë bërgjë më s'me di kërkush? Ja, më s'ta di kërkush. Që ke dojnë këto me kalzu. A do me full me emër? Ajo? Ja, ata e din tashti, sa ta kanë mizën Nër ka bëqë? Edhe ata e mizën prekët? Ja, ata e që di. Allah janë të prekë. Edhe më njojnë, edhe va brejtje që mos merni parat e huja, se nuk përparani edhe haram, që tërka ju delë edhe ma shumë aksidenti, lindin zmija me pasuja, problemet, nuk esët. Se a shëhojnë kërë? As njëherë njërë sa huj e vret njëriu, por janë mashtrus. Falënderi shumë knatësi. Përshëndesë. Shpresoj kemi mu taku prap me tema tjera. Prap do takuemi me shumë sukses dhe ju uroj shëndet dhe punë palashme. Edhe me ty jam shumë i lumtur që ban pyetjet mira. Falënderi shumë. Se ka nevojë mi trajtu këtë tema për çdo ditë. E vërtetë. Asnjëherë nuk mund baja. Shumë falënderit. Mirë po.